Habit eksperti, nëse vuani nga kjo sëmundje, duhet të hani patjetër një vezë në ditë. Vezët përmbajnë të gjitha përbërësit e nevojshëm për një dietë e ekuilibruar. Një vezë përmban të paktën 71 kalori, 13 vitamina dhe minerale esenciale, proteina të cilësisë së lartë, yndyrna të pangopura omega 3, esenciale dhe antioksidan. Lutein dhe zeakantin shumë të rëndësishme, të cilat janë të mira për përfitime të rëndësishme shëndetësore që i japin organizmit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Më parë, vezët ishin fajsuar për kontributin e tyre në saj të rritjes së kolesterolit. Megjithatë, të dhënat e fundit shkencore kanë shfaqsuar këtë të fundit edhe kanë cilësuar si një superfuqi të vërtet për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Përveç kësaj, shkencëtarët kanë klasifikuar atë në kategorinë e ushqimeve me dëndësi të lartë të ushqyesve, pasi është e pasur me vitamina dhe minerale dhe përbërës të tjerë të dobishëm që do të sjellin një sër efektesh pozitive në dobi të vlerave të shëndetit. Kohët e fundit një studim zbuloi se nga veza përfiton shëndeti kardiovaskular duke reduktuar riskun e goditjeve në tru. Studiuesit nga Instituti Epictat në Michigan analizuan 7 studime të mëparshme mbi rolin e vezës në shëndetin kardiovaskular dhe arritën në përfundimin se nuk ka asnjë lidhje midis konsumit të rregullt të vezëve dhe sëmundjeve koronare të zemrës dhe nuk ka asnjë lidhje midis konsumit të rregullt të vezëve dhe problemeve kardiovaskulare. Në fakt, konsumi i përditshëm i vezëve të zjera mund të jetë i lidhur me një risk më të reduktuar të goditjeve në tru. Kjo fal elementeve ushqyes të rëndësishëm që sjellin vezët. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video do të njiheni me përfitimet kryesore të vezës së zjerë në organizëm dhe ndikimin e duhur që ajo do t'i japë. Sipas Eating Well do të rendisim disa nga vlerat kryesore të këtij produkti ushqimor. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë edhe për kolesterolin në organizëm. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët e zjera do të sjellin gjithashtu yndyrna cilësore në dobi të vlerave të shëndetit. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit dhe uljen e riskut të problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhoj edhe të niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore, sipas ekspertëve të Healthline, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe fal elementeve të proteinës që ajo ofron. Vezët e zjera natyralisht janë të pasura me nivele të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë më të mirë të posaçme për mbrojtjen e qelizave. Vezët janë të mira gjithashtu për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, duke mbrojtur kështu edhe duke ulur riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, sigurisht që vezët e zjera mund të jenë një përzgjedhje shumë e rëndësishme në aspektin tuaj ushqyes. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, e cila është e rëndësishme për kockat, duke i dhënë atyre edhe një forcë më të madhe gjithashtu. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm, duke ofruar atyre nivelin e kalciumit dhe vitaminën D.
Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Vezët e zgjera fare lehtë mund t'i kombinoni sipas nevojave tuaja ditore, dhe rezultatet në fund do t'jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vezën e zjerë si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese, dhe si e tillë veza do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Veza mund të kombinohet në forma të ndryshme në dietën tuaj ushqyese, por ndikimi që do të merrni prej saj do të jetë gjithashtu vërtet vendimtar. Vezët, sipas ekspertëve të Healthline, mund të konsumohen çdo ditë. Vezët janë gjithashtu demonizuar në të shkuarën për shkak të niveleve të kolesterolit që kanë dhe gjithashtu doktrat që këshillojnë mos konsumin e tyre. Por shtimi i vezëve në mënyrë të rregullt brenda sasive të rekomanduara tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të vlerave të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kështu që nëse konsumoni vezët e freskëta vazhdimisht në dietat tuaja ditore, do të përgatiteni për më shumë përfitime të shëndetit dhe do të lehtësoni një sër komplikacionesh. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e vezëve. Vezët përmbajnë deri në 40 gram kolesterol, i cili është i mirë HDL, që mund të parandalojë një numër të madh të komplikacioneve kardiovaskulare. Në të shkuarën, ekspertët mendonin se vezët rrisnin nivelin e kolesterolit, gjë që nuk është e vërtetë. Trupi ynë rregullon vetë nivelin e kolesterolit dhe shumica e tij prodhohet nga vetë trupi. Vezët e mira janë gjithashtu të rëndësishme edhe për shëndetin tuaj të syve. Vezët janë perfekte edhe për shikimin pasi përmbajnë nivele shumë të larta të vitaminës A. Vitamina A është esenciale për shëndetin në sy dhe gjithashtu në shikimin më të mirë në errësirë. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, gjithashtu ato janë të mira edhe për shëndetin tuaj të trurit. Vezët janë perfekte për shëndetin dhe kujtesën tuaj në mënyrë të rregullt. Ato janë jetësore për shëndetin e trurit dhe lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ekspertët e cilësojnë vezën si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj ndikimi që vezët kanë në shëndetin tuaj, do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira për kujtesën. Vezët do të ngadalësojnë gjithashtu edhe procesin e plakjes. Maska natyrale që arrin të realizon me kushte shtëpie me produktin e vezës mund t'japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë lëkurës suaj dhe të evitojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht përdorimin e vezëve si një përzgjedhje mjaft të mirë për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve të tyre. Kështu, në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm, e cila mund të kombinohet fare lehtë në mënyra të ndryshme në dietën tuaj ditore, dhe vlerat që do t'i japin organizmit do ta shndrojnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese me një ndikim të madh në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Zakonisht ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zira si një nga alternativat më të shëndetshme për organizmin në tërësi. Veza është e pasur me përbërës të domosdoshëm për trupin edhe nëse këto të mira përthithen që në mëngjes do të jeni plot me energji gjatë gjithë ditës. Ndikimet që vezët japin në mbrojtjen e shëndetit janë të larmishme, duke nisur që nga mënyra se si trupi do të përgjigjet. Veza e zirë sidomos mund të listojë disa përfitime të larta për shëndetin, duke qenë se nuk ka yndyrna të tjera në përgatitjen e saj. Veza e zjerë është përzgjedhja më e mirë për të nisur ditën, duke u mbajtur të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore dhe duke furnizuar trupin me elementët e duhur të vitaminave, proteinës dhe elementëve esencial, të cilat janë të rëndësishëm gjithashtu edhe për një aktivitet të gjatë ditor. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë që të jeni gjithashtu edhe më të përqendruar. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të rregullt të vezëve,
ju do të keni një përqendrim më të madh dhe gjithashtu një vetbesim më të madh në trupin tuaj. Ekspertët Healthline këshillojnë vazhdimisht vezët e zjera si një mënyrë esenciale për të nisur ditën. Vezët mund të jenë gjithashtu të pasura me element që mund të nxisin një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Vezën mund ta aplikoni edhe në maska natyrale për lëkurën kundër rrullave. Atë mund ta kombinoni me produkte të ndryshme natyrale dhe ndikimi që do të ketë në organizëm do ta shndrojë në një prej elementeve më të vlefshëm në rigjenerimin e shëndetit dhe jo vetëm. Ekspertët Healthline këshillojnë vazhdimisht vezën e zier si një prej alternativave me elementet e duhur ushqyes, sidomos duke ditur edhe rëndësinë e madhe që i jep ajo organizmit tuaj në tërësi. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.